إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى أيضا في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, krijuesin ton, I cili na krijoi dhe na veçoi nga gjitha krijesat, na dha mendjen, walillahi alhamd, dhe na bëri prej umetit të Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ku salatet dhe selamet tona ja dërgojmë më të mirët njeri pejgamberit të fundit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, të cilin e ngarkoi Allahu me detyrë për t'i udhëzuar njerëzit në rrugën e drejtë. Dhe Allahu Jalla wa Ala ka shumë mëshirë për mbar njerëzimin, ku vetë Allahu në Kur'an thotë: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. O vëllezër, këtë ajet kuranore e lexojna gjithherë kur dojna me bë amin. Por çka e lexojna sa Allahu Jalla wa Ala thotë: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dhe nuk kemi dërguar ty o Muhammed për asgjë tjetër vetëm se mëshirë për mbar botrat, për botën njerëzore dhe jo njerëzore, për të gjitha botrat që ekzistojnë, ato që I dim ne e që nuk I dim. Allahu Jalla Shanuhu wa Jalla Jalaluhu e dërgoi këtë pejgamber ku mbyllë rrugën e pejgamberllëkut dhe ma nuk ka pejgamber mas tij, ai që pretendon se është pejgamber ka rrejt. Dhe ata të cilët pretendojnë se ka ndonjë profet pas tina është e papranuar. Dhe sa Allahu Jalla wa Ala këtë pejgamber e ka dërguar kafatan linnas, për mbar njerëzimit, për të gjitha gjuhët, për të gjitha gjuhët, për të gjitha racat, për të gjitha vendet në botë. Dhe Allahu Jalla Shanuhu wa Jalla Jalaluhu bëri që njerëzimi të shpërndahet në tokë dhe Islami të shpërndahet në heshtje dhe njerëzit të përqafojnë atë. Dhe po, Islami shkoi në të rruzullin toksor. Nuk e vend në tokë që nuk gjitet njeri I cili thot La ilaha illallah. Nuk ka vend në botë ku nuk gjitet dikush që nuk e dëshmon Allahun të vetëmin krijues I cili meriton me të vërtetë adhurohet. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, dhe se Muhammedi është rob dhe I dërguari I Allah Jalla Shanuhu wa Jalla. Derisa në fytyrën e tokës të ketë kësi njerëz të cilët kanë besim drejt, por derisa në fytyrën e tokës janë njerëz të lidhur në litarin e Allahu Jalla wa Ala, nuk do të ketë kiamet. Atëherë kur njerëzit do të lëshojnë rrugën e Allahut dhe do të lidhen mbas gjërave të cilat janë politike dhe të kohës së përkohshme do të jenë të humbur. Atëherë për të kataklizëm. Atëherë Allahu Jalla wa Ala do të çojë kiametin. Dhe fjala kiamet është jo vetëm ajo që do të ditë e kiametit, por kiamet është edhe shenjat e paraqitjes së kiametit. Jam kur njeriu jeton nuk e di çka jeton, Jetë njeriu vdesë nuk e di për çka vdes,
jetë njeriu han e nuk e di për çka han dhe nuk ka busoll fare, sikurse anija në mes detit, po nëse nuk e ka busollën, ka do të orienton ai. Sikurse njeriu me shkretinës, po nuk ka orientues për të ditur ka lindja dhe veri, perëndimi, anët, polet, ai do të jetë mes shkretinës dhe do ta gjej vdekja atje në mjerim. Ku njerëzit do të jenë me busollë në dorë, ku njerëzit do të jenë në verë në perëndim, dhe nuk e din ka e kanë verin dhe jugun, ku nuk do të din ka i kanë ato orientime, muna atë kohë ku do të realizon shkenca, muna atë kohë ku teknologjia do të arrilan, mendja njeriu do të bie poshtë. Do të flen e nuk do të pushon, do të qohet e nuk do ta merr gjumin, nuk do të han edhe pse hanë, nuk do të ngopet edhe pse ka hamur ushqim, ku do të hidropia trupit dhe njerëzit do të peshojnë sa një elefant. Ndëruar vëllezër, Allahu Jalla Shanu wa Jalla Jalalu na ka krijuar vetëm për një qëllim. Qëllimi i krijimit tonë është të adhurojmë Allahu Jalla Shanu wa Jalla Jalalu, ku thot Allahu në Kur'an: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim." وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah i përmend gjinët që janë kriju para neve. Krijesë e cila ai ka një botë veti. Krijesë e cila as shkenca nuk ka arrit për ta studiuar, për ta zbuluar, për ta kuptuar jetën e tyre. Jetojnë dhe veprojnë këtë dunja. Dhe shkenca nuk arrit për t'i prejkë. Dhe Allahu Xhelalu Ala pas këtyre krijesave krijoi krijesën e tij të dashur. Krijesën njeri që Allahu shumë e don. Dhe Allahu Jalla Shanu wa Jalla Jalalu kur e krijoi këtë, para se me kriju këtë krijesë, ju drejtu të gjitha milaqeve në qiell, ku Allahu Jalla Shanu në Kur'an thot: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. أي والله قول الله قرأت الكريم يليه مدين عليه السلام عند بايورو ملاجت që ta bëjnë figurën e njeriut, ku Allah i urnoi me laçet që të mbledhin nga të gjitha materiet fizike të tokës, nga të gjitha materiet kimike, që të bojnë atë dhej dhe ka nejt 40 ditë copa dheu. Mandej dhe 40 ditë të tjera ka nejt ai brum i brumosur me ujë. Dhe 40 ditë kanë bërë të plota me krijuar figurën e Ademit alayhis salam, para se mi bëjë këtë procese. Ku me laçet e krijuar njeriu deri në këtë formë. Dhe i thënë Allahu Azza wa Jall: "O Zot, ne nuk po dim se si t'ia bëjmë figurën e kokës." Allahu me dorën e tij ja krijoi Ademit alayhis salam kokën prej kësaj këtu. E tutje Allahu e krijoi njeriu me dorën e tij dhe asnjë fytyrë në tokë nuk është identike. Dhe secili fytyra e tij ka mudalluar dhe nëse janë bineç. Allahu Jalla Wala ka krijuar deri yawmal qiyama që prej tij kanë me dorë fëmijë dhe fytyrat e tyre s'kan me qenë identike asnjëra. Beri valla, edhe ato që kemi numrat e komës së njëjtë, edhe dorëzat ta vijnë të gjithë dhe njëjtë, i kemi në majët e gishtave të banana këto, ku ka thonë Allahu Jalla Wala ditën e Kiametit do të ringjallëm dhe do të ringjallëm edhe majët e gishtave. Pse majët e gishtave? Çka ka rëndësi majët e gishtave?
Ja, ka rëndësi. Sepse shkenca ka vërtetuar se asnjëri nuk I kemi njëjtë majet e gishtave dhe krimet më shumë I zbulojnë me prekje. Kjo është një shkencë më e madhe që është vërtetuar e Allahu atëherë kur e krijoi njeriun, para se me krijue, ju tha me laçeve, do ta krijoj krijesën njeri, ato I thanë, apo krijoni krijesë e cila do të bën fesad dhe gjakderdhje në tokë, ku e ditë me laçet që ka më bë gjakderdhje njerëzit. Apo ka në bëfë sot? A di me laqit armën nuk e di. Por me laqit e di të kalurën dhe I frikohën të armës. E gjenët që I përmene Allah në ajeti kuranor, si këm kriju gjenë dhe njerëzit të asgjë vetëm të ma adhurojnë, e Allahu gjelleshanu ve gjelle gjelalu, I prangosin dhe I largoj gaftyra e tokës, këta njerëz të cilët, këtu krijesat të cilët të bënë fasad dhe gjakderdhje, edhe njerëzit jenë të krijuar edhe prej një materie fizike, e të cilat e kanë egon, e kanë epshin, e kanë filozofinë e vetë si krijes, vetë emri Adem je me kuptue se njeriu është labil, mundet me shkuar nga Adan, shpirt dhe nefsi I tij, është njeriu I parë, dhe kuptuan se do të vepron ai krijes, do të vepron vepra të cilat Zoti nuk ka më qenë I lumtur me ta. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, o Zot, ne jemi me laçet tua, që nuk kanë gjeni me laçet. As nuk hanë, as nuk pinë, e ushqimi I tyre është ibadet Zotit, të spiti po Zotit, që nuk ka pllëmbë në gjithësi, që nuk është një melek duke lutur Allahun azza wa jall. Dhe për çdo drekë dhe I qini, për çdo I qini dhe sabah, ndrohen me laçet e tokës, ato me laçet që I kanë mos kanë marrë kurrë në tokë. Ka e tira mirë. Për çdo ditë, me laçet Zotit ndrohen 2 herë 24 orë. Namazin e sabahit dhe namazin e I qinis. Në këtë 2 kohë, ndrohen dhe ato me laçet që I kanë në tokë, mos vinë kurrë në tokë. Një anxhull është I cili vjen në tokë çdo herë në natën e Kadrit, e ai është Gjibrili alayhis salam. Ai është Gjibrili alayhis salam, që ka pas detyrën në shpalljeve me Allahu pejgamberëve. Atë shumë ka kriju Allahu si krijesash, sikur të kishte nevojë Allahu për falëndrim, do t'i kishin mjaftuar njeriu, do t'i kishin mjaftuar këto. Po Allahu xhelalu ala nuk ka nevojë për tesbihin e askujt. Dhe Allahu ka thënë, ju nuk e kuptoni se qielli dhe toka, era dhe detrën, dhe kur dhe lumejr, Zoti t'u bën sejdë të tesbih dhe ju nuk e kuptoni tesbihin e tyre. Dhe nëse nalëm dhe këshyrin, numrin e popullsisë së njerëzve që adhurojnë Zotin dhe nuk e adhurojnë, ai I cili nuk e adhuron është pakic, edhe pse të numri njerëzve është shumic ndoshta. Në krahasim me ata njerëz të cilët adhurojnë Allahun dhe ato krijesa që Zoti t'i bën sejdë, janë shumic. Por Allahu këtë krijesë don. Dhe Allahu xhalla shanu wa jalla jalaluhu. Këtë krijesë masi e dashni, I zbriti libra të shejtan, I zbriti pejgamber dhe zbriti Kur'anin famlar. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne zbritim Kur'anin dhe ne do ta ruajmë atë. E ka përmend Allahu xhelalu ala Kur'an me shumë emra, një prej emrave të Kur'anit është dhikr, përkujtim. Kur'ani është përkujtim. Dhe Allahu ka thënë dhe përkujtoj besimtarët se përkujtimi jo bë dobi. Të nderuar vëllezër musliman, ja përkujtoj vetvesës edhe juve një kaptin të Kur'anit që Imam Shafiu radiallahu anhu ka thënë, vallahi, sikur pas kishte zbritur asgjë nga Kur'ani, po njerëzit për me kom njerëzit që shdohet, e me fitu xhenetin, do t'ju kishte mjaftu kjo sure. Është një sure shumë e shkurt me 3 ajete kuranore, por ka kuptimin e madh. Ajo sura Al-Asr. U thot Allahu në Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahu betohet
në shumë nga fenomenet e tij të cilat i ka krijuar. Dhe ulemaja kanë thonë, kur Allahu betohet në një fenomen të tij që ka kriju, ajo fenomen është i domosdoshëm dhe është i shenjtë dhe është i shtrejtë për jetën e njeriu që Zoti e don këtë krijesë. Dhe njeriu duhet ta ruajë me vëmendje të plotë, sepse Allahu xhalla wa ala e ka kriju kohën dhe ka thënë Allahu mos e shani kohën, se unë jam koha. Mos e shani kohën, se unë jam koha. Ju i thoni koha e keqe ka orë, nuk është koha e keqe, po ti e i keqe, o njeri. Ti e i keqe, o njeri. Pastrojë shpirtin tënë, pastrojë shpirtin tënë me Allahun, pastrojë shpirtin tënë me farafisin tënë, pastrojë shpirtin tënë me njerëzit ku jeton dhe punon, atëherë koha të është e mirë. Nuk ka faj ty koha, po ti kohën e ke po të tillë. E Allahu xhallahu ala thot, wal asr, pasha kohën. Që njeriu Muhammed nuk duhet kohë. Me adhuru Zotin duhet kohë, e dikush s'ka kohë, se me kyroarën më shku ma shpejt. As namazën nuk po më ndryjë. As ibadet s'po më bë. As kur që nuk po më bë pa kohë. E Allahu betohet në kohën. Salatul Asr, quhet Salatul Asr, e ka quhet Allahu dhe një namaz me emrin e tij. Namazi të cilin rohen me laçet, është namazi i qinis. Namazi i kohës. Pse Allahu xhallahu ala e quajti namazin Salatul Asr? Se njerëzit në paraditën e tij na thonë kohë. Kur fillon mazditja, e di që përëndon dili, i jep zor me punue, e mas shumë të problem kanë punëtorët, me fundin e orarit ja me fillimin e tij. Se disa nga menaxherët e tij i shfrytëzojnë momentet e fundit punëtorët, hajde dhe pak e si pagun fare. Ku ke paraditja? Pushimi që e ka punëtori dhe ushimi, ati e fuqi me punue në 8 orë apo 12 orë të ti. E Allahu xhallahu ala ka thujtë Salatul Asr për arsye se është koha kur njerëzit e hetuar se shkoj shumica kohës, mundohet me ndonë. Jo shkoj koha. Tash fillon akşami, pra rrëj tjetër, përfundoi jeta. Përfundoi dita. Tash diçka e re krejt. E ka thujtë Allahu xhallahu ala Salatul Asr në kohën kur ndryshohen me laçet. O vëllezër, Allahu betohet në kohën se njeriu kohën e ka, si ka thonë Aliu, ruajë nga koha, se koha si shpota, qofse se ruhesh të bret, të merr gjop. Koha me momente ec, e për të Ramazanin, ku është ai sot? O ju që agjërut lumet ju, o ju që sa agjërut mirët ju, Allah ju fal, ja Rabbi. Atëherë çka? Allahu xhallahu ala ma si të përmend kohën dhe innal insana lafi khusr. Pasha kohën, gjdo insan që të mumbje. Nuk ka njeri që rrjef nga Adem a.s. që ka rinë baba dhe nana që nuk është të mumbje. Pse? Se njeriu inna nefse le amarat bisu. Nefsi është i krijuar për keq. Ka jemi makallaj, por që ata shumica njerëz dhe vinë në drogë, asë nuk e përdorin drogën, por dojnë me bosh që të bleni me ata pasurje ma shpejt, e tjetë, e komotën, e ato, të cilat dhe e përmenë pak ma herët, se përmendojnë se dikush për hi problemet, dikuna jo vëllah, po kër Islam dëshiron me ruj shoqërinë e shëndosh. Një shoqëri të shëndosh, nga të gjitha të metat. Inna l'insan lefi khusr dhe Allahu e quni e riun insan, valla filoni ish insan. Fjona insan i ka mashtik me të teta. Insan, na e përdojnë, valla filoni ish njeri insan, bre. Njeri mirë. Po insan e dy kuptime dy më në arabe. Insan është njeri që harran, harus. I harran të mirat e Zotit, harran për që ka është kriju, harran amanetin e ti, harran orën e punës, e harran kohën e ti, e harran të dy, e harran. E Allah e ka marrë argument harresin i falet. Ja ilaha illallah. Thuni la ilaha illallah. Harran njëri i falet të Zotit. Kërru me fa namazën, kërru falet Zotit që luar zina insan. Kuptimi i dytë, në vëse, rrëll për kërës në vëse, është kur krendla apo manimon nga frynjera.
Ka të fryera e qënë. Njeriu e gjonë filon veni punë më të mirë, e len këtë punë e ma shtronë këto, filon me shku ma atje, mulle mas asoj, ma rritë në hapë së ma shpejt. Mulle pa mirë dhe mirë, nësa për mujë, se për kujtu se pare, ato, zdo mirë dhe lirë. Si të shumë që jo zërë, kanë milionë dhe thera, kanë ju po. Se shqiptarë zdo me pënuë, ka qëtë asdër, ja vëllë, pa punë s'ka. Që ata thëtë Allah e zërë. Illa l'alladhina amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Krejt njerëzit janë në humbje me përjashtim. Ata të cilët besojnë, janë të bindshëm, e dojnë Zotin dhe janë të luhatshëm dhe ja kanë dhënë besën Zotit dhe nuk luajnë besën e tyre. La ilaha illallah. Me njëherë mas imanit vepron vepra të mira, punon vepra të mira, jo të këqija. Kjo është e para. Imani dhe vepra të mira. Dhe i pëndon prej vepra të mira dy vepra të tjera që hinë në vepra të mira dhe ato quhet në gjuhën e shariatit dhikrun khas ba'd al-'am. Përmendja e veçantë mas përgjithshmes. Kur përmend diçka mas punës së përgjithshme, punë të mira, po e dallon i veçantë dy, i vini rejsen të ka dhe më thonë të madhe. Tawasau bil haq wa tawasau bil sabr. Me këshilluar njëri tjetrin në mënyrë reciproke, në hak, në drejtësi. Mas shumti që po vunë ky shtet, apo shtetën gjësien, zbatimi ligjit, haku, e drejta, ikun biznismenët pe jaturin se s'ka drejtë. S'ka drejtë, ai financane i shkujnë hupin. E të wasau bil haq është më këshilluar njëri tjetrin në hak. Se cili prej neve më konë sikur polici që e ruën dhe tyrën e ti dhe ruën dhe cili prej neve më rujt i keqi. I keqi kur na sheh neve, butut, sepse e din se ty njeri është për të ngritur drejtësi për para. Qoftë edhe vladi vetë, qoftë kush dhe që ti jetë. Sikur i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam intervenuar për një grua e cila kishte vjedhur për një familje të pasur dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Zeid, wallahi o Zeid, edhe Fatimja e bia Muhamedit nëse vjen do t'ja kisha prej dorën. S'ka me intervenu këtë, me njofshëm. Për diri, me njofshëm, kaj kërshëm të. El hap, zonë si shambullor, ka me jetë për para, i dëpti ka me me të rapa, ka me ju ljëpt. E këtë i ka dojnë në zotin atje, apo filonin, me kej dy shahinat e botë, doktorën, dhe venin ati me pesës, si ka njofshëm kërkan. S'ka hak këtu. Të wasau bil haqi, o të wasau bis sabr. Qa në e tjetër në që me po sabër, s'ki qa po. A i s'dina se dyja sa bojnë, po me nëse ti. Ty të vini nati, po sabër se s'mënesh. Me të rrë, s'mënesh dhe shpërmurin. Dhe të prit. Po sabër. Vdes mija qatë mija ke pas. Po sabër. S'ka folë zotit mi, po sabër. S'ka vonë zotit pasurin, po sabër. S'ka vonë zotit shëndet, po sabër. Je kom shumë në shërmish, tash kemi të karrik, bë sabër. Sepse sabri është gjysmë e fesë. O bashiri sabirin, Allah thot për këzaj besimtarët. Inna Allah me sabirin, zote me turumtarët. Ata të cilët e këshillojnë njëri tjetër me pa sabër, sepse këtë dunja është e pa qëllim në qoftë se nuk do të kishte fe. E për deri sa ka fe, po njerëzit e luajnë, ka të shërojnë vetë dhe e largojnë dhe vjojnë, atëherë ne do të bëjmë sabërin e mëndë, sepse Allahu Gjellu Ala njëm ka 99 emrën, e ka qujtë vetë vetën es-sabur, ja sabër, es-sabur. A di se më thonë kja? Allahu Gjellu Ala sa mirë i mjyp, mi ashtë i krytë në dhej, e me të mirat e Zotit u shqehet, me bukën e Allahut e lëftos Zotin, e me parën e Zotit, e me qëpë Zotin, e me shëndetin e Zotit që ka dhonë, e lunë Zotin me ta. Allahu Gjellu Ala njëm ka 99 emrave në Kur'an e ka qënë es-sabur. Allahu është me sabërlit dhe Allahu vë sabrën e ti në këtë dunja dheri sa që Ibrahimin a.s. Allahu e ka qërtue atëherë kur i shkoj musafir njëm ka musafiret e ti i cili hangër dhe pini dhe nuk e faledrë Allahun Azza wa Jall i ra shumë lak.
O Ibrahim, pse e bërë një që t'ilë? Tha o Zot, të mirat tua i hëngër dhe mohoj ty? Tha o pejgamberi i Zotit. Ja Khalilullah, i dobishëm i Zotit. Që 84 vjetë e të pritë. Që 84 vjetë hanë dhe pinë është të rëgjmu për çdo ditë. Çdo sekondë. Dhe po në sabër, ty të po këtoni sa këndonë me ty. Dhe dole dhe i shko këkaj e halal. Borqi huj. Në borqin e hujrun u vllaznisë me borç hujrun as do sa fol Zoti. Tana ti fol Zoti, borqin e huj, as dëshmorit, as shahidit ja fol Allahu azza wa jall. Keni kujdes, del Ibrahimi me livë dhe e gjep, thot kërkoj halal. Jo sta bëj halal kur, po Zoti gjithçka çka kish do bëj, po halal. Thot pse bre, kështu më tha Allahu azza wa jall. Ja tregoj gjallën. Thot që të dhe sa vjetë, unë jam të hamë të mirat e Zotit po më dëroj ka muhe, ti pas ke pos me drejt. Thot, eshhadu an la ilaha illa Allah. Edhe për me vina Allah të sa. Në fund jetës e tina. Fund jetës e tina. Por atë dëruar lezër musliman. Në qofë se i bojmë sabër kësoj dënjaje, se zërët dënjaje nga ka bojë rëndë, e kalim këtë dënjaje pa që barë, nuk e mysën vetën, sepse ata që s'ka një rëndë, zveprojnë veprat mira, nuk e pranë këshillën këtë tjerë dhe hakun. Ata nuk e din çka durimi, e bëjnë vetë vrasje me vetës së tyre, se vetë dunjajo ka bëjë vështirë, e jo koha i pa fare, ai shkan pa imun Allah e na rujt ja Rabbil Alamin. E rujt e jetën tonë, e shëndetin tonë, jetën tonë dhe familjen tonë, dhe vtese me iman, vtese me ftyrë të gjithë Allah xhelalu ala është në pritjere me mëshirën e tij, para të 99 ka mëshira Allahut është në ahiret. E mjetë nga e mëqita e mëshirës tina në këtë dunja, Allah në marë mëshirën e tij ya Rabbil Alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum.